Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për luftën në lindjen e mesme. Kemi një armë pushim, por nuk kemi paqe. Ndoshta mund të filloj sërish konflikti, por ndoshta mund mos filloj më. Ashtu si Trumpi që është i paparashikueshëm dhe ky konflikt nuk dihet si do të vazhdojë. Megjithatë, vështirë që do të mbyllet nisur nga ajo historia së kaluarës nga Gjeneza dhe luftra që janë zhvilluar deri tani. Por për atë që po ndodh atje edhe përse të gjitha rrugët duket sikur çojnë në Turqi, do të flasim me gazetarin dhe studiuesin Togol Brian Izmir. Zoti Brian, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje Dilber. Erdogan duket se është njeriu kyç i momentit. Takimi me Trumpin, pse ka folur edhe për ne, për Kosovën, ka dhënë garanci për veriun sa të jetë atje trupat e kohët të Turqisë, por edhe në lindje duket sikur aty rrotolloi gjërat, edhe Hakan Fidani në mos gaboj deklaroi që kishte njoftuar Iranin kur kaluan avionët. Pra në mos në mënyrë direkte e indirekt ka qenë i përfshirë aty. Por si do të vazhdoj tani roli i Turqisë, sepse nuk përjashtoi një pjesë analizëve theksojnë që Izraeli mund të grejë kurdët tani për të çarë Turqinë. Po ja filloj nga fundi. Në fakt në Turqi debatohet shumë që tashmë pas ishte lufta e Sirisë, ishte edhe e Iranit dhe pas asaj do kemi rrallën në Turqi. Pra, Izraeli tash do pushtojnë Turqinë siç bëri me Sirinë, me Libanin, me Iranin e tjera, por duhet parë pak nga ana më makro në fakt Dilbera, di sepse Turqia është aleate e NATO-s dhe që është 22 është anëtare e NATO-s për të drejtë të plota, plus që Turqia ka qenë perëndimi i lindjes dhe lindja e perëndimit. Domethënë ka qenë në një vend shumë strategjik, qoftë në gjatë luftës së Shokut që ka qenë pika kryesore, domethënë që ka qenë komshia i Bashkimit Sovjetik të asaj kohe, domethënë. Edhe në këtë Turqia ka qenë e domosdoshme edhe vetë për vetë mbrojtjen e NATO-s, por edhe për Bashkimin Evropian. Edhe pse Turqia ose të ndryshe politikë bërësit e Turqisë, sidomos të 4 dekadat e fundit nuk kanë qenë aq të zot sa të lozin diplomacinë e duhur me Brukselin që të jetë anëtare e plotë në BE, përsëri në NATO nuk ka humbur kurrë rëndësinë e saj që ka pas. Pas 9 vjetës që u shpërnda Bashkimi Sovjetik, Jugosllavia e tjera, pastaj Turqia u duk sikur është e parëndësishme për vetë Amerikën, por në fakt Amerika është pak më e zgjuar se sa gjithë Europa, sepse në fund ajo po fundon botën dhe Turqia dha një rol të veçantë, të thënë për me ta qenë demokratizimin apo për një paqe sa më të gjatë në Ballkan, dhe Turqia ishte si një vllai i madh i Amerikës për në Ballkan, qoftë me faktorin shqiptar, por qoftë edhe në Kosovë, me Malin e Zi, diku ande, diku këtë me si kujtohet derisa mori pavarësinë e saj, po ashtu edhe me Maqedoninë. Dhe në këtë por ato gabime që bëri Turqia, për mos u fut shumë në histori, dhe gabime që bëri Turqia këtë 7 vitet e fundit bëri gabime fatale në umbrellën e NATO-s, ku Turqia është anëtare e NATO-s dhe të gjithë mbrojtjen, të gjithë ushtrinë e saj e ka të sinkronizuar me NATO, që tashmë po bëhen gati 18 vite që është në NATO dhe nuk ka Turqia një ushtri alternative kundër NATO-s. Pra, është vetë NATO është Turqia dhe bazat ushtarake të NATO-s, po ashtu edhe të Amerikës në Turqi janë më vjetra. Kështu që Turqia para disa viteve për kërkonte mbrojtjen e Amerikës, me sistemin e mbrojtjes të Amerikës, dhe Amerika nuk ja dha për shkaqet e asaj kohe, se që ishin atëherë edhe pak edhe problemet Greqi Turqi dhe e la të priste Turqinë, por në atë kohë Turqia çfarë bëri, domethënë po i njëjti president që është i shoqën zoti Erdogan, bleu nga Rusia mbrojtëset S-400-shat, domethënë për punë Amerikës, por në fakt edhe që tashmë po bëhen gati 10 vite, në mos gaboj, ndoshta janë bërë 10 vite, ende nuk i kanë futur në sistem, sepse sistemi i ushtrisë turke është sinkronizim i NATO-s dhe S-400 nuk janë punë dhe aty nxorën probleme shumë të mëdha me Turqi. Pastaj u bë edhe ndërhyrja e fuqit ushtarak në 2016, para 9 viteve, dhe aty po të thuash i acaroi jashtë masë marrëdhëniet me Turqi, saqë Trumpi pak nisë një letër të saj që hala e ka varur në Trump Towers,
Vatan që president Erdogan blerë menjen, blerë menjen orë budallë dhe mos e bën tërtër po manisat pastorin që i ka ti manistet dhe Turqia u detyrua pra presidenti Erdogan në thojza me emër të drejtësia bëra punëve Erdogani por dhe ja dërgoi pastorin për 24 orë në Amerikë. Domethënë pra ishte arrestuar ishte për që ishte ndër kryesorë që bëri puqin ushtarak të vini me 15 korriktimi jashtë mjetës dhe ai doli pa paqe të ikën në Amerikë. Domethënë aty Trump i aferoi marrëdhëniet shumë me Turqinë, domethënë Turqia me Amerikën sepse duan të luante me dy këmbë, domethënë edhe nga Rusi por edhe nga Amerika, po ashtu edhe nga vendet e Bashkimit Evropian, po ashtu edhe nga lindjet që kështu në një aleancë dhe një pikë që dalën, një geostrategji shumë të rëndësishme dhe një geografi perfekte, atëherë do të dish se si të duash dhe këto gabimet e Turqisë, domethënë ishin në administratën e parë të Trumpit, po ashtu edhe në Biden vazhduan saqë për 4 vite asnjë president po thuash në historinë e Amerikës nuk ka bërë 4 vjet president që mos të vi në Turqi ose mos të ftoj president apo kryeministrin turk në Bruxelles, në Washington dhe për herë të parë Bideni, domethënë nuk e erdhi as në Turqi, por edhe Erdogani nuk e ftoi në Amerikë. Dhe për këtë normalisht që Turqia dhe intelektualet e partisë Erdoganit, po ashtu edhe shteti turk e kuptuan që po tash nuk do kemi bërë gabime dhe filluan të ndreshin gabimet e veta. Pra, pastaj fillojnë marrëdhëniet e mira dhe siç dihet në fushatën e tij, zoti Trump thotë që Erdogani është një njeri një burr shumë i mençur, i zgjuar e të tjera. Duke qenë se me amerikanët ju e dini mirë që nuk ka drejt falas, tani çfarë janë skenarët që çfarë po i kërkon Trumpi ose çfarë do t'i kërkojë në këmbim të kësaj mbështetje? Apo, dhe e mora pak gjërë, dhe bërë që ta kuptojnë edhe opinioni juaj, sepse keni me qindra mijë në miliona ndjekës dhe i shoh që ju falenderoj edhe ju për bashkëpunimin, jam shumë i njohur. Është kënaqësi gjithmonë dhe për këtë bëra këtë përmbajtje dhe tashmë Turqia ka se siç e thash pak më parë, domethënë Erdogani me Amerikën e pat acaruar gjendën duke munduar të hante me të dyja durrët, me të dy këmbë. Dhe aty u kthye në të kundërtën, domethënë Turqia pa usherën sepse që atëherë që shtatë vendimi 16 në sot acarimi me marrëdhëniet amerikane, Turqia ende nuk rikuperon dot ekonominë e saj dhe është vazhdim domethënë nuk ka stopuar për së shkuarit keq, domethënë është probleme me atë sepse i paton edhe Trumpi para 8 viteve që unë të falimentoj me ekonomi. Domethënë dhe me vërtet Turqia është në agjendë, saqë në atë kohë 1 lirë turke ishte $1, në lira turke ishte $3.5 lira, kurse tash është 40 lira $1. Domethënë në agjendë shkoi Turqia dhe këtë ka kuptuar Turqia dhe automatikisht duhet joshur zoti Trump, duhet joshur Amerika dhe për këtë siç bën gjithë Europa, që kujton fjalët e Gjeshi që thotë, po më Europë më kurrë motin, si ra si ra mohet besë zotit, edhe Erdogani ishte një perfektur, domethënë gjithë inteligjencës dhe intelektualëve europian, jo thjesht politikanëve, që e pritën Trumpin dhe ja dhanë Trumpin atë që kërkon të Trumpi. Pra, domethënë ja dhanë 5% e GDP-s, po ashtu edhe gjitha që kërkoi Trumpi dhe automatikisht edhe në tavolinin ku është ulur, domethënë ka qenë Erdogani dhe Meloni, domethënë kanë qenë dy njerëz që Trumpi vetë thotë që janë më të mirët e zonës. Edhe për këtë Turqia foli shumë mirë, normalisht Erdogani nuk kishte asnjë aferim, biles kemi pas një kënaqësi të madhe mes të dy liderëve. Dhe pas kësaj, domethënë me gjitha të mbredhin që kishte përgatitur domethënë gjithë Europa, automatikisht normal edhe mbretëria holandeze, por edhe në fund të fundit i thamë baba jon, ti je baba jon, ne jemi kalamajti dhe kolegët tanë pyetën Trumpin, si tha i thonë jo tha i shihni ju antarët e NATO-s si kalamajturin, jo tha ma tha për respekt, por kjo është sepse do të njoftur lideri siç ke përballë në radhë të parë dhe këtë Europa ditë, sepse diplomacia e Europës i thot birit vetë babë, sepse në fundit nga kjo Europë ka dalë Amerika, edhe por është shumë e zgjuar në këtë dhe këtu me të vërtetë që Turqia ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë, sepse siç dihet në përplasjet mes Bashkimit Evropian dhe Amerikës, domethënë në umbrellën e NATO-s, krijoi mundësi të tjera për një aleancë shumë më të rëndësishme për mbrojtjen e Europës, siç është Anglia, Norvegjia dhe Turqia, që të reja nuk janë në fakt antarët e Bashkimit Evropian, janë pa dalë domethënë nga Bashkimi Evropian.
siç është dhe Anglia, por tashmë duket që është e pamundur të kemi një mbrojtje të kontinentit evropian kundër në thojza tashmë kemi armik rusin, slav, domethënë Rusisë, këtë paqë janë Turqia dhe tashmë në atë summit thuhet normalisht që të dalim në ditët në vijim të shohim edhe gjëra shumë të rëndësishme normalisht, por pak ata që janë prononcuar në tani, do të kemi një aleancë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e Europës, ku pjesa kryesore do të përkasin Turqisë, sepse Turqia është antarja e dytë në NATO nga Turqia do bëhet zoti i Europës në këtë rast. Tashmë e lën Europa të bëhet zoti i Europës jo për ndoshta. Po tani i vendos babai. Po, tash ai që të mbrën ti pagu faturën normalisht dhe kjo ka qenë gjithmonë në histori dhe është për ata Europa e pagua Amerikës dhe është detyruar Amerikës, por edhe në këtë me sa kam marrë informacione unë dhe bërë është që Turqia ka bërë negociatat shumë të shumta për këtë summit, domethënë se si të njëjta lëm të kënaqen Trumpi, sepse si vjet Trumpi është edhe pak i paparashikuar se çfarë bën Trumpi, tani u qua i nala të gjithë dhe NATO nala, matane folin me Putinin vetë ku ne në mbredhën e NATO-s armikun e parë kryesor kemi Rusin dhe pastaj Kinën, apo jo. Edhe Trumpi nuk dije se çfarë bën dhe këtë ishin përgatitur shumë mirë Europa, këtu ka pas logjistikën e Turqisë, të Norvegjisë dhe të Anglisë dhe në këtë aspekt Turqia kërkon të jetë normalisht më e fortë, jo vetëm në rajon, por edhe në gjërëtuar në Bashkimin Evropian dhe këtu a do të jetë një gjendje presidenti Erdogan dhe elita e tij siç është Hakan Fidani, Ibrahim Kaloni e të tjerët, kokat e shoqëria e Erdoganit, që të kthejnë këtë një përfitim perfekt për Turqinë, domethënë, a do të jetë këtë ta shohim në vazhdim, por ajo diplomacia e Europës që këtu ka ndikim shumë Turqia me sa shohim, sepse Turqia është i vetmi shtet antar e NATO-s që ka marrëdhënie të direkte qoftë me Putinin, por qoftë edhe me Zelenski, domethënë para me Rusinë dhe me Ukrainën. Dhe këto i arritën të tërheqin Trumpin, nuk na la domethënë sikur e la të gështatën në Kanada dhe hiku, ndeti dhe minutat e fundit Trumpi ngeli shumë i kënaqur Trumpi, por edhe Europa me dëshirën e Turqisë dhe të Norvegjisë ja arritin që Trumpin ta kthejnë në ato mendimet me përpashme që kishte mos me ndihmua Ukrainën, mos me bërë këtë, po tashmë po do të jemi pro dhe do të ndihmojmë Ukrainën me municione dhe me logjistikë dhe me të gjitha. Pra, njëjtën kohë Trumpi flet edhe me Putinin, por njëjtën kohë flet ashtu dhe me Turqinë ka problemet e veta që thash pak më parë, dhe atë tashmë duket edhe sot presidenti Erdogan në një prononcim të tij zyrtar tha që po presim që të jemi përsëri në sistemin e F-35-s, po ashtu edhe të marrin shumë avioneve F-16 e të tjera, kështu që duket që Turqia po i rregullon punë tashmë edhe me administratën e Trumpit, por në SBA-n, domethënë. Po ashtu edhe me Europën do të kemi zhvillime të tjera, por ajo që është kryesore, Turqia është një geografi shumë të rëndësishme që ja kanë nevojën të gjithë në fakt, por sa i përket asaj me Izraelin, me Gazën, me genocidin që po bëhet, domethënë shfarosjen që po bëhet në Gaza, Turqia duket që automatikisht nuk ka asnjë gjë dorë përveç fjalimeve retorike që ishte ose edhe në luftën Izrael-Iran, domethënë Turqia është në mbledhjen e NATO-s dhe është detyruar të vendosë dhe të veprojë ashtu siç e ka konventa e NATO-s. Ja ka frikën Turqia këtij skenarit të kurdëve që mund t'ja punojë pas krave Izraeli, që mund ta destabilizojë? Po, në fakt Turqia ka që në vitet 80 ka problem me kurdët, domethënë në organizatën terroriste Partia Komuniste e Kurdistanit, thotë ajo, dhe lideri themeluesi i saj Abdullah Öcalan është në burgjet e Turqisë me një ishull në burg të Turqisë që në 97, që atëherë që ka marrë në këtu, dhe më falni, dhe tashmë në tetorin e kaluar si thënë, ortaku më rëndësishëm që e mban Erdogani, sidomos të vitet e fundit në qeveri, Partia Nacionaliste Turke dhe lideri i saj Devlet Bahçeli bëri një thirrje në fakt tha që Abdullah Öcalani të dali nga burgu të vinë në parlamentin turk, domethënë në asamblen parlamentare të madhe turke dhe të bëjë thirrje që ta fshijë PKK-n, organizatën terroriste PKK, dhe me këtë ne do të forcojmë Bashkën turk, pra domethënë Turqia do të bëhet më fort sepse nuk do harxojë miliarda euro kundra terrorizmit dhe me të vërtetë kjo u arrit në 28 shkurt të shkurtit të kaluar
themeluesi i organizatës terroriste PKK, si që në Turqia, dhe që akuzoj që ka dhënë mbi 40.000 ushtarë për të gati 50 vite, ai tashmë bëri thirrje që dhe e anulloi këtë organizatë terroriste PKK. Por Izraeli, nëse i them pyetjes tuaj, ka lidhje domethënë edhe me politikat e mbrëmshme të Turqisë. Tashmë me sa vjet, okay, do çdo gjë që bëhet, ne them që janë pas mbrapa, janë hebret, janë të fortë Izraeli. Izraeli nuk është aq i fortë sa duket, por edhe i dobët nuk është, por jo aq i fortë sa duket. Kurse puna e kurdëve tashmë duhet theksuar kjo, duhet bërë që në veritë e Irakut, kurdët e kanë një Kurdistan, e kanë një shtet e vetë, në autonom, domethënë brenda Irakut. Po ashtu ata po mundohen ta bëjnë edhe një pjesë tjetër në veri të Sirisë, ku e gjithë prodhimtaria e burimeve nëntoksorë, që janë gazi, karburantet e tjera, ajo drejtohet nga kurdët që kur ka filluar lufta dhe ato kanë ndihmuar domethënë YPG-a me të emërtuar këtë ndryshe nga Amerika, por në mos harroj 1200 kontinier armë kanë ardhur nga Amerika ndihmave kurde pra atje, dhe Turqia nuk ka problem me kurdët, Turqia ka probleme që nëse mund të ketë një rrezikshmëri për territorin e vet. Por nëse e shohim në mos të vitit e funit, Turqia nuk duket që do të ketë një problem të tillë me kurdët. Në radhë të parë, në radhë të dytë, ata kanë një shtet të vetëm, por Turqia e njeh zyrtarisht domethënë Kurdistanin e Irakut. Dhe kështu që në sa duket Turqia ka marrë krejt, ka bërë një strategji tjetër, jo strategjinë që ka qenë gjatë luftës së ftohtë, por ka bërë një strategji tjetër që nëse në preken kufit e mi, çdo gjë të jetë atje është tjetër. Pra, do të ketë forcë Izraeli ta destabilizojë Turqinë përmes kurdëve. Jo, edhe mund të ndodhi normalisht, por është një gjë që të dëmton jo vetëm thjesht Turqinë, por dëmton edhe aleancat atlantike kundra atyre me thojza armiqve të tyre, siç janë Rusia dhe Kina. Pra, edhe në skenarin më të errët, edhe ata që pra sipas që mund të sjellësh edhe zërin e analizëve ose pjesës që mund të mendojnë ndoshta edhe në pakicë, ky skenari ndarjes së Turqisë bie për të çarë Erdoganin, për ta rrëzuar. Po, domethënë kjo përdoret më shumë, liber do të thënë që përdoret më shumë politikat e mbrëmshme, sepse siç dihet, çdo lider, çdo parti dhe çdo lider do të qëndrojë në qeveri sa të jetë e mundur, sa të jetë gjallë. Kjo është krejt normale. Ndoshta është pak jashtë mentalitetit amerikan që vetëm 2 herë bëhen presidenta, maksimumi 8 vjet. Por në Europë kemi parë, domethënë në Europë më qytetëruar, domethënë se sa vite ka qenë zonja e kryeministrit e Anglisë, po ashtu kohën moderne shohim edhe Merkelin, pak ne kemi njohur ne, domethënë atë nuk kanë qenë vetëm për 4 vite apo 5 vite, apo ka qenë sa më Merkeli, 16 vite, 17 vite. Po ashtu edhe ideat e Ballkanit, po ashtu edhe në Turqi dhe në vende të tjera. Pra ne kemi qef, kemi dëshirën tonë të qëndrojmë atje dhe për të marrë popullin, domethënë të karikuar, do të më shpik një armik, domethënë. Dhe armiku është më mirë që ja. Tani po na vjen Izraeli, po na lufton. Tash të vite Izraeli, me këtë Turqi, në radhë parë Turqia është anëtare e NATO-s. Si do ta luftojnë Izraeli? Se Rusi nuk mundet me hyrë një bombë, domethënë aty në që po ndihmojnë sot. Ukrainë po ndihmojnë hapla, domethënë po ndihmojnë edhe Shqipëria, po ndihmojnë edhe të gjithë anëtarët e NATO-s. Se nuk ja hurë një bombë aty, sepse atëherë ne i 5 i NATO-s, një për gjithë për një. Domethënë edhe kjo është më shumë për politikat e mbrëmshme, por do të thënë edhe kjo që vetë Turqia është aleate e NATO-s dhe më falni, Izraeli është aleati kryesor i SBA-s, por për ta kuptuar se si funksionon domethënë Izraeli, do të themi fiks para 7 viteve ku kryeministri Gjerman patë që gjitha punët e pistat tona, pra të NATO-s dhe të Amerikës, na i bën Izraeli. Pra domethënë, ata është një Izrael që nuk jep asnjë ligj, domethënë bën gjenocide, etnocide dhe nuk kush, domethënë nuk ka kush çfarë bëj, sepse është vetë Amerika. Pra, edhe ama Europa e tha këtë gjë që është i joni, domethënë edhe ne jemi pjesë e tyre, siç e kushtet të dalë kundër Amerikës. Nëse ju kujtohet para 3 viteve Macron tha që ka vdekur NATO. E tani çfarë tha Macroni para 2 viteve? Dhe janë domethënë të gjitha këto gjëra, dhe nëse shohim një tablo të përgjithshme, atëherë do të shohim gjërat pak më reale, sepse Turqia është anëtare e NATO-s dhe Izraeli ta luftojë Turqinë është e pamundshme. Kurse në pjesën e kurdëve, unë besoj që
Turqia do ta prisë një paqe me kurdët, në fund të fundit komshi nuk e zgjedh dot, jashtë, këtë komshi kanë ta. Dhe ato kanë këto komshi. A do të jetë në formatin e një shtetit si kur është në Irak, do të jetë në Siri, këtë do ta shohim, por me sa shohim në strategjisë domethënë edhe Turqi, pavarësisht se ne pohimet zyrtare nuk i kemi gjëra të tilla, por nëse shohim në opozitën e gjitha, thonë që qeveria e Erdoganit ka rënë dakord që të bëhet shteti kurd atje dhe në fund fundit tashmë do të kemi kurdët, pastaj arabët, pastaj do të kemi hebrejt. Domethënë, kështu që Turqia mund të jetë edhe më e sigurt dhe më e zhvilluar nëse do të jetë në rrethimin, domethënë komshit e parë do të jenë kurd atje, por nëse cenohet harta turke, atë normalisht që Turqia këtë ka treguar për vite, që 70 vite që nuk jep mundësi që të ketë një problem. Domethënë në ashtu, vetëm se nëse bëhet fjalë për një përçarje të Sirisë, masanej kanë edhe marrëveshjet në koshme, domethënë ka parë 100 viteve, pas Lozanët kanë edhe marrëveshje me Hatajin, që Hataj ka qenë i Sirisë dhe është marrë nga Turqia asaj kohe, po ashtu edhe Halepoja edhe disa vende të tjera mund të kalojnë nëse bëhet fjalë për ndrimin e Hatajit. Kështu që unë nuk e shoh domethënë që një ndikim nga Izraeli në kurdët të përçajnë Turqinë nuk e duket shumë e pa imagjinueshme, paktën se çfarë mund të ndodhin nesër, pas nesër do ta shohim, por deri më tani as që bëhet fjalë për një gjë të tillë. Zoti Braj, kam edhe dy pyetje për ta mbyllur së pari. Ky ishte një moment që Turqia tuhite pluhurin dhe armatimeve, se deri tani kemi parë vetëm dronët. Çfarë armatimesh tjera ka, se F-35-at janë pritje. Dhe së dyti, Ballkani për ta mbyllur me Kosovën që dha garanci që nuk do preket. Mesazhi ishte i qartë për Vučićin, pra jo vetëm që ja dha Erdogani, po ja dha edhe Trumpi që tha ndaluam luftën. Po, për filloj nga fundi, Trumpi tha ndalojmë luftën se të ditur edhe karakteristikat e një lideri si puna e Trumpit. Në radhë të parë, Miloševići, biri i Miloševićit që është Vučići, nuk e ka shanse në herë. Po, nuk e ka shanse në herë të sulmojë. Mundohet si ku ishte bajska e vjeshme, a kupton të destabilizohet të bërshë, por nuk e ka shanse sepse, Kosova nuk është në NATO, por mbrohet nga NATO. Domethënë aty janë antarët e NATO-s dhe nuk është Rusia duke mbrojtur në KFOR. Po është antarët e NATO-s, një radhë parë do ta shohim qartë, por kjo përdoret për politikat e mëshme, qoftë nga Vučići, por qoftë edhe nga Kosova, siç është përdorur prej dekadash me radhë. Domethënë se ku kemi marrë pavarësinë dhe sidomos tashmë që sa muaj kanë kaluar pas zgjedhjeve dhe kishin shumë para në zgjedhje dhe ende nuk e kanë krijuar një qeveri si duhet. Domethënë këto janë gjërat ndikimet e jashtme që të eksporton krizën e brendshme. Domethënë kjo është dhe Serbi nuk e ka shansin të luftojë në radhë të parë. Në radhë të dytë duhet kuptuar edhe një tjetër që shumë pak kam hasë të mendimet e tjera aty, që nëse shohim antarët e NATO-s, problemet mes tyre apo mes komshive të tyre, kemi edhe shembullin e Kiprës së Veriut në Kiprës jugut të Grekë. Domethënë në 74, 73, 74, 75, ushtarët grek do bëshin gjenocid në turqit e Kiprës dhe Turqia që në kohë ishin të dy ishin antarët e NATO-s. Edhe Greqia, por edhe Turqia dhe atë Turqia dërgoi forcat e veta, pastaj dolën hyrë prapë përsëri në NATO, domethënë të dyja që Greqia ashtu, por edhe Kosova tashmë ka një Shqipëri që është antare e NATO-s dhe kemi edhe një konstitutë që shteti shqiptar është i detyruar të mbrojë Shqipërinë, qytetarët e saj, por edhe kombi është pra që është jashtë saj. Domethënë, kështu që kemi shembull të ngjashëm që larg qoftë, do gjëra të ndryshe, por është shumë interesante, por që si ka mundësi që sa Amerika bombardoi atje Iranin, direkt presidenti jonë, zoti Bajram Begaj, tha që po ban ashtu, por tash nuk ka tërdi që Trumpi tha diçka për Kosovën, edhe ne e ndaluam një luftë, domethënë pra, na ndaloi luftë kundër shqiptarëve atje, dhe as presidenti, as ministri i punëve të jashtme, as ministri i mbrojtjes, dhe as kryeministri Rama mos më fol se basin deklarat me të, normalisht e le për të dëshiruar, po ashtu edhe veprimet e Kosovës, qoftë zonës Osmane, po edhe të kurtit shumë të ngahta, domethënë me këtë për Iranin dhe Izraelin ne ishim të parë që forme, kurse për vetëm tonë jo. Kjo është të dëshiruar, kurse punën e armëve, po Turqia ka prodhimin e armës, edhe këto armë që prodhohen normalisht që duhet të testuar dhe çfarë janë testuar ne nuk e dimë, me thënë drejtën, nuk e dimë sepse edhe çfarë testoi Amerika në Fordon atje nuk e dimë, dhe për atë punë bën luftat për testuar armët, por duhet të thënë që
Turqia nën umbrellën në atë ska provimin e armëve të veta, por ato armë që përdoren nga Turqia, unë nuk besoj që duhet smalluar në atë një aq të madhe, sepse në fund të fundit dronat që kur kam minun dronat janë përdorur në luftë, në radhë të parë, okay, kanë armë teknologji më moderne, por nuk është gjë që është shpikur nga Turqia. Është zhvilluar në mënyra të tilla, por nëse Turqia ende kërkon armë nga Amerika, nga Gjermania, nga Italia, nga Anglia, nga Norvegjia, nga Suedia, atëherë nuk është se ka fuqinë më të madhe ka Komsërinë. Komsërinë e ka fuqinë më të madhe. Po, e ka Komsërinë, ka edhe prodhimet e veta, sepse në fund fundit ka qenë një shtet rëndërak dhe nuk është se është eliminuar e shtet dhe është krijuar një shtet, por ka është vazhdimsi e Osmanit, do të thënë ka ushtrinë e ka të fortë, do të thënë, por tash e dihet që Komsëria po, por duhet edhe teknologjia. Në atë teknologji Turqia ka përparuar, jashtë mase ka përparuar, ku tashme, siç kemi të samitit para samitit të NATO-s, sidomos këtë vitin domethënë të 6 muajt e parë të vitit 2025, kemi marrëveshje që ka bërë Turqia qoftë me Medonin, qoftë me Spanjen, qoftë me Norvegjinë, me Anglinë dhe sidomos ata që pas 20 janarit që Trumpi tha që tashme do të bëj juve ose do paguani, normalisht të kemi zgjerim të provimit të zgjerimeve të armëve turke në umbrellën e NATO-s, normalisht për në një çadër tjetër ose në një umbrellë tjetër që ndaquan të Europës, të Bashkimit Evropian, dhe këtu Turqia besoi që tashmë nuk do të kaloj të hiku ai treni që ka hikur me dekada më parë, por është në kohën e duhur, në vendin e duhur dhe në vetë kushtet rajonale, por edhe globale, i japën këtë mundësi që Turqia të jetë tashmë në ato 2-3 vendet kryesore të bashkimit domethënë të kontinentit Evropa. Edhe në qoftë, edhe mos qoftë antare plot në Bashkimin Evropian. Me Shqipërinë nuk është se kemi ndonjë lajm të fundit në zhvillim në raport me Shqipërinë për Turqinë. Jo, me Shqipërinë jo, por edhe që tha Trumpi për Kosovën, edhe zoti Erdogan ka folur në këtë dhe ka thënë haptas që sa të jemi njas që bëhet fjalë të kemi një destabilizim në Kosovë, dhe për këtë unë me sa një politikën turke, por edhe vetë qeverinë dhe zotin Erdogan, normalisht që ka marrëdhënie të mira edhe me Serbinë, ka marrëdhënie të mira edhe me gjithë, sepse shtetet e mëdha kanë marrëdhënie me të gjithë, jo vetëm me një, vetëm të vegjël kanë marrëdhënie vetëm. Duan të kenë marrëdhënie vetëm me një, por nëse larg qoftë kemi një destabilizim apo një konflikt, domethënë të nxehtë në Kosovë, atëherë Turqia automatikisht do të jetë në krah shqiptarëve, qoftë në faturën që do të paguajnë nga ana e NATO-s, por edhe qoftë historikisht dhe marrëdhëniet tradicionale turko-shqiptare, dhe këtë kanë treguar në fakt që shumë herë, sidomos të 30 vitet e fundit, të dekadat e gjysmës e fundit, Turqia ka qenë gjithmonë pranë shqiptarëve, por normalisht ka marrëdhënie me Serbin, dhe kështu që është edhe e Flori në KFOR, domethënë generali i Turqisë është Flori aty në KFOR të Kosovës, domethënë ka dy përgjithshmëri, ka edhe të NATO-s, por ka marrëdhëniet turko-shqiptare, por ashtu Turqia tashmë ka filluar, ka bërë marrëveshje me Shqipërinë dhe me Kosovën, pra me faktorin shqiptar në Ballkan që të kenë zhvillime dhe prodhime armësh në kompani të përbashkëta. Dhe kjo është një gjë që tregon që sa nevojë i kanë shqiptarët për Turqi, por edhe Turqia për shqiptarët, sepse rajoni dhe bota shqiptare nuk është aq e vogël, pavarësisht nga ana ekonomike ndoshta nuk jemi të fortë, por jemi të rëndësishëm në rajon dhe në shumë vende të botës. Zoti Braje, faleminderit shumë për informacionet dhe për analizën. Ishte kënaqësi, faleminderit, gjithë të mira.